dus mu sill mirë mu shëti dagjo, numre me shku me gratë, me jetu jetën, a kupton. Po marrë është mi parmendbe këta. Pa, da, pa. Nëse nuk shkon me bashortë e numre me kanë ti me shku. Me shoqni janë pikët, do. Si është sikur me thonë kur je jetshëm dush me pi ujë, po dihet ajo se kur je jetshëm dush me pi ujë, nuk pi benzin. Vallahi. Ujë pi kur je jetshëm. Po njeriu kur bën një qef me bo bashkë me bashortën e vet. Shkon në ibadet me bo shkon me bashortën e vet. Shkon me shëti, shkon me bashortën e vet. Edhe unë këtu kam mesazh që i shoh disa shkon haç, shkon vet. Po ku i ki bashortën? Shkon numre vet me shok. Shkon pushim me shok. Kështu për çfarë të përmendën? Del me hec me shok. Ajo bashortë çka është? Ajo për kanë ka ardhur në atë shtëpi. Ka ardhur muret e shtëpisë me i rujta. Ai ka ardhur për ty. Ti shumicën e kohës me kalu me bashortën, natyrisht, masi ti krysh obligimet ditore, punë, kështu me radhë. E pastaj nëse mbetet pa kohë, ja përkushton edhe shokëve, edhe kolegëve, edhe kujdi kujtune. Por fatkeqësisht të ndodhe kundërta. Unë shpesh flas në për kafen qajtore, ku i rridh, flas, vëllezërve xhamatit tham, si ka mundësi gjithë ditën me të qëndru këto në kafen qajtore, pse nuk shkoni në shtëpi të juaj? Shko be te shtëpia. Shko be li afër bashortës tonë se e ka nevojë për ty. Me të konsultu për fëmijët, për vajzat, për djemë çiki. A janë të vegjilent, më dhejnë shkollë si kalojnë, në punë si kalojnë, në universitet, fakultet, ju ka ardhur vakti për martesas, ju ka ardhur, a bëjnë gabime, ajo nënë që ka nuk shef, a ka nevojë me dikant ta qajë një dert. Po dale edhe të hejtë si kur këtë bota normale që ecë. Me ti me donë me pi një qaj, një kafe, her pas edhe me ndru ambientin. S'po thamë në mu bo rrugaq në 24 orë me gratë rrugëve me qëndru. Edhe atë se thamë, pi në ekstrem mos dalin. Po njëri her pas edhe do thotë e përkushton një kohë edhe për bashortën e vet. Bontoni dhe trendi i komunikimit do thotë ndryshon me kohën, me qenë in me kohën, jo in me teknologji, këne me grut, mos e sikur në 1976, na kupton. Son rregull kjo, 2025 jemi 2025 o vëllezër. Që të pas kujdes se edhe botkuptimi bashort dhe bashorte ka evolu. Përderisa ai botkuptim nuk është ndesh me rregullat dhe parimet fetare, nuk prish kur gjë punë që ti me qenë rrjedha me çato bontone bashkore që i kanë. Dhe me dojë mos na duhet mi përmend këto momente. Po.